Tani këtu me prengën jam te biblioteka, edhe me thënë drejtën shoh një nga bibliotekat më të bukura që kam pa deri tani. Kur ke nis këtë kanë punë, këtë bibliotekë? Në fakt që kur kena planifikuar shtëpinë, Po? kam thënë që këtë hapësinë unë e du të madhe, edhe do jetë veni që do rri ma shumë se kudo tjetër. Jo vetëm bibliotekë, po këtu kena piktura, kena histori familjes edhe prej ardhes sonë. Kena shumë botime që lidhen me ne ose me të partë tanë. Këtu gjithashtu kam edhe botimet e mia, 11 botime që kena bërë për manual për bletarët. Të gjitha kopjet i kena këtu. Pra, aty janë librat që ke botu ti. Ndërkohë, kryesisht është libër janës profesionale, apo dimensioni jot është... Unë jam doktor veterinar, Po. edhe qarë librash janë për sferën time, por i apasionuar edhe prioritet kam bletarin. 11 botimet e manualit bletaris, botimet ndryshme janë gjitha këtu, nërsa kjo kolona këtu dhe gjithë kjo kolona tjetër janë libra për bletarin, janë 84 libra në gjuhë kryesisht angleze që unë mund ta përdor, po ka dhe në gjuhë ndruse, ndonjë ka dhe në gjuhë tjera, po mase 90% janë libra angleze që unë i kam kalu më përdor dhe më kanë ndihmue në punën time. Ndërsa tu pastaj po libra tjerë? Gjithë kjo kolona këtu janë libra biznesi. Si libra biznesi? Libra biznesi, botimet më të mira botërore janë Po? përkthyer. Edhe i ketë përkthyer? Po. Po? Jo, si kam përkthyer. Po, okay, po, e qartë. Për shembull, tani kam një libër të Trump, Rruga drejt Majës. Si. Edhe Shumë e bukur. Duhet dija që e ke këtë libër. Kur i lexoj ato që më lanë impresione, por janë edhe shumë dobishme, sidomos për një administrator e një drejtues që ka një sektor librat profesional të fushës. Vetë Trumpi, në periudhën kur merrej me biznes, ka qenë ndër më të famshmit, po ka qenë edhe një ndigjues, tani duket sigur më shumë është autoritar, por ai të gjithë kolosët e biznesit botëror i ka takue, ka marrë mendime, u ka bë intervista, i ka futur në libra, edhe ka gjëra shumë të bukura. Jo vetëm që ka gjëra të bukura, po ka edhe shumë gjëra të dobishme. Të gjitha këto janë guida. Po, guida, në shkuptim, ku ke lëviz ti? Ku kam lëviz? Dhe që të kanë interesu për ti, jo venet, para se të shkosh, se ti ke shëtit, nuk e din sa shtetet botës. Po. Atje ku kam shkuar. Po, i ke marrë. Kam shku po azam në Kiev, në Kongresin Botëror të Bletarëve. Kam marrë 3-4 libra në gjuhën angleze, për shembull, për këtë shtet, Ukrainën, kam marrë për Kievin, kam marrë për bletarin që Ukraina është në 4-5 prodhuesit më të mëdhenj në botë për mjaltin edhe një bletari shumë të zhvilluar. Të gjithë kjo kolona këtu janë libra kryesisht që kanë lidhje me mirëditën. Po. Janë botimet elektronik, janë botimet, të autorëve vendas. Autorëve shumë të mirë që ka mirëdita. Sidomos Nuededa, Viktor Gjikolaj, në poezi, dhe shumë autorë të tjerë, po thuj se të gjitha. Gjithashtu, këtu kemi edhe 2 antologjit e John Markut. Po. Njëra prej këtyne ka dhe një intervjist gjatë që ke dhënë ti, për bletarin, gjithashtu edhe për gjithë eksperiencë. Një botim për agjen ton, nuk e pash një botim shumë i mirë që ka bërë Loka. Po. Kjo kolonë, prej këtu dhe deri këtu,
Janë libra në gjuhën shqipe që flasin vetëm për Kinën. Vetëm për Kinën? Vetëm për Kinën. Po, interesant. Prej këtu deri këtu. Po pse për Kinën? Sepse Të josh Kina të e shoh. unë kam qenë disa herë në Kinë. Por pat kam vure edhe nuk për shkrimin që ke bën. 3 herë kam qenë në trajnime. Kam informacione shumë të mira, edhe bile që ditëm tani po fillojnë, unë e kam ditë që është në vitin 2000 që Kina do ketë një boom ekonomik. Është një libër këtu, Shepulli Kines, Federico Rampini, një gazetar italian vitin 2000, ka botu e këtë libër. Shepulli Kines. Edhe ka parashiku qysh atëherë që Kina, do bëhet në vendet më të fuqishme të botës. Kinezët vetë mendoshin që edhe në vitin 2050 janë modest, populli kinez, prandaj janë edhe punëtor. Deri në vitin 2050 ne mund shkojmë tretët, thoshin. Tani jena në 2026, janë dytët me një afërsi shumë të madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana ekonomike. Por Kina dhe Rampini, ky gazetari e shpjegon shumë bukur, nuk ka një filozofi të madhe, thotë, zhvillimi i Kinës. Filozofia këtyne është sepse gjithë bota ka nevojë për të se prodhon mallra me kosto më të ulët se të tjerët. Prandaj e ka të garantuar zhvillimin edhe shitjen. Libra atje sipër libra kryesisht veterinare, ndërsa letërsinë artistike këtu kam vetëm në Udec kam 14 libra. Po, profesor Nojt. Domethënë gotë gjitha botimet që kemi një tu. Po, shumë interesant. Pra ke edhe një kënd me shumë fotografi. Tut e kandi është një me shumë fotografi. Po, sipas tematikave. Sipas shëtitje ku ke shku, domethënë pjesëmarrjeve. Edhe kështu. Për shembull, Ma trego pak te çka ka ky? Ky për shembull ka jena me gjithë gruan gjatë Covidit. Ja. duke promovuar te hoteli Gjotis librin ton Treni nuk të pret. Treni nuk pret. Moderator ka qenë Marash Mirashi, edhe një pjesëmarrje edhe nga Mirdita ka qenë një 8-9 vetat herë, edhe kanë folë pothuajse shumica. Pa, shumë e bukur. Pra është, shikoj. Edhe familje. Po, se më ban përshtypje një gjë, sepse unë për shembull jam një që kam folra pa fund fotografish, të gjitha i kam digjitale, a kupton ti? Edhe për fatin e keq asgjë nuk kam kështu. Po i tjetër ku je në trajnime të ndryshme, ku je fjalën, ke një ku je qenë në Kinë, pa ta shohim pak atë? Në konferencën e bletarëve. Këtu jena në Amerikë, krejt ato tam. Ja, këtu jena në atë intervistën që... Po, në të gjërë shqiptarë në Michigan. Kjo është Gjolin Kaqurri, Po, Gjovi, shokuim Gjovi. Ja, këtu e shikon ti. ACTV Metropol, edhe shikon 24 minuta. Edhe ka shumë gjona këto. Po përshtypje, domethënë që ti ke libra të shkruar për shkrimi, i ke në libra. Po. Ashtu, dhe dyta i ke, këtë nuk e dija, këtë i ke edhe në fotografi. Po shumë. Këtu jena një Frankenmuth, është një fshat bavarez në Amerikë, Po. që edhe kam ba një shkrim të gazeta Panorama, Frankenmuth dhe projekti i 100 fshatrave turistike në Shqipëri. Ja, shumë e Një bukur. shkrim shumë interesant. Dhe këtu Shumë. jena me një mik atje, Gjin Piroli është Nga kur vini. po, nga Kurbini. Okej, shumë bukur. Po këtë nuk e di, mund të jenë qindra mira foto. Këtu jena për ditën botërore të bletëve, ja ku e ke Po, ku jemi tu ke Marian Graf. Infokulla, ke Mariana, po, që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm Mariana. Shi edhe ftesën e ke ruaj pranë shi. Ja, Bardogu, ja pastaj Bardogu të ftesën, shi. si qarë fotografi. Ja, ka shumë e bukur. Këtu jam duke majt atë ligjëratën. Ligjërat, po.
këte bletoret edhe Bletoret që keni bërë atje. Po. edhe primitive edhe moderne edhe me Absolutisht prang, duke pa këtë, nuk e zëvendëson asgjë, domethënë fotografinë. qarë fotografish. Ja, nuk e zëvendëson asgjë, fotografinë letra. Nuk Botimet i gjetmeve janë dy botimet kryesore. Qeverisja e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore, edhe arbëria përsëri është një botim tjetër. Gjithashtu kam edhe fjalore. Kam edhe fjalore, domethënë pothuajse për çdo sferë. po, këtu prang çaj ke këto, shoh shumë suvenire. Zakonisht kudo që shkoj Kudo që ke shku, marr nga një simbolik të pra, vite. kudo që ke shku në botë, pra në shumë vende të botës që ke shku, ke marrë. Kjo është e funit, Danimarka. Po, kur ishe në Danimark në Kongresin Botëror. Po, Këtu jam New York, kam vizituar. shumë e bukur. 22 E sa rëndësi kanë suvenire. Këtu jemi në Novi Sad të Vojvodinës, është Republikës Serbisë. Kjo është Sagrada Familia e Barcelonës, e ka projektuar arkitekti i parritshëm Gaudi, dhe si vjet menohet që të masi 120 vjeç që kur është nis, menohet përfunoj përfunimisht. Pra 120 vite ka kjo. 120 A, shumë e bukur, sa e bukur, shumë e bukur. Ja, e suvenire të tjera, se po domethënë gjithë bota ashtu. Krejt kjo kolon janë botimet të franceskanëve. Të franceskanëve. Krejt. Ja, ja. Mes tyne janë botimi i plot i franceskanëve i veprave të fishtës, por këto i kam edhe botimin e shtëpisë botuese Gjergj Fishta. Po, ku duhet përmend Franokulli, një punë të jashtëzakonshme që bën Fran. Këto janë librat Kadares, i kam të Tu, gjitha. pra dhe Kadaren. Sepse e kam vurë re që ti Kadaren e ke idol. Kam vurë. Por jo vetëm Dhe biles tu diçka më i vend duke, ke thënë kështu që Kadaren është i vetmi shkrimtar thosh ta mbyll me Kadaren te pak. Po. Ku thuaj vetëm shkrimtar që nuk kam në libër pa lexuar. E ke thënë. Vërtet. Këtu janë kryesisht poet, lirëshjan edhe mirëditor. Këtu janë botime që kanë qenë përpara botimet zgjedhur aty këtyne poetëve, shkrimtarëve, domethënë të para 100 vjeç, 150 vjeç, mes këtyne kena veprat e plotat Çajupit, veprat e Nolit, veprat e Azdrenit, edhe shumë vepra të tjera të Migjelit përsëri. Okej. Shiko tani, shohim të kandin këtu. Ky kandi është ka sa piktura sa piktura kryesisht, po domethënë ka edhe histori familjare, me çfarë shohun. A do na e shpjegosh pak? Po. Këtu janë gjyshi dhe gjyshja. Pra, gjyshi dhe gjyshja, ja ku janë gjyshi dhe... Gjyshi ka pas emrin tim, Prangeg Nikolli. Po? Prangega ka mund, Prangega ka pas... E ka pas gjyshi, sa e bukur. Gjyshja ka jetue rreth 19 vjet, ka vdek e majmen, kam qenë klasë 6 kur ka vdek shtëpia jonë, edhe unë kam pa flet deri në klasë 6, domethënë Me gjyshe. krevat me gjyshe. Pa si që janë këto. Pra Djali gjyshës. Po djali gjysh, po se gjyshet merrin zakonisht më turtin, a kupton ti? Edhe gjyshet e pikasin edhe atë çfarë mund të bëhet fëmia, a kupton? Të dyja këto piktura janë pikturat e Gjergj Koles. Të Gjergjit, a? Edhe babai me nanën. Edhe këtu kemi babajin e prengës edhe nanën. Tani babai duket Gege ka pas. geg me kësulën e bardhë. Si gjyshja, 89 vjeç. Ja. Edhe nana dhe baba fix 89 vjeç. Për shkollim, nana apo baba të kanë nxit? Baba ka bërë shumë pak shkollë, Po? se pa që vllajën e vogël, nuk tepa atëherë që marrë ka qenë një klasë me Fadil Hoxhën e Kosovës. Ja. Sa interesant. Edhe pastaj e kanë caktue në 44-ën
43 e kanë caktuar sekretar komune në Gjilan. Në Gjilan, babën tanë? Jo, babën. Jo babën. Agjën tanë, nuën. E baba ka shku, po thuj se në kam, ka bo një 3-4 ditë, më shku në Gjilan, më shku kur e kishin caktu, se ai ka shku me gjithë grun atje, edhe jetote, edhe ashtu. E kanë edhe transferu. Mirë po atje ka qenë figurë shumë i rëndësishëm. Edhe një historian kosovar, Muhamet Piraku, në një libër për Mulla Idrizin, është hero kombëtari i Kosovës, që e kanë djegma, e kanë serbet në 48-ën, mësi e kanë kërku 3-4 vjetë rresht. Pastaj e kanë gjetë, e kanë torturu në Shkupe dhe e kanë djekje. Dhe Agja im ka qenë shoku më i ngushtë me këte. Edhe gjithë aktivitetet luftarake në atë periudhë që i boshin nacionalistat e vërtet shqiptarë, sepse pjesa e Gjilanit e Ana Morava në 44-ën ka qenë herë kishin bulgarët, herë kishin maqedonasit, serbet u futën, pastaj me partinë e tyne komuniste u futën, edhe pothuaj se gjithë kuadrat i ban të tyne, mashin një sa me thanë në një kështu. Edhe Muhamet Piraku thot të ky libri i tij, thot duhet të mallkojmë thot fatin historik që nuk e pas ja shkrepi revolën Fatil Hoxhës, pasi një Kosovë pa këtë udhëheqës nuk do kishte qenë aq servile ndaj serbëve, sipas atij kuptohet. Shi interesant. Por këtë e bani nga që e kishte pas shok shkolle. Ja hoqi revolën nga tamthat e i tha, nëse gjëj mo atë territor që shteti mje progën, do të vras. Janë fjalë për fjalë që është libri i Muhamet Pirakut për... Shumë interesant. Pra, është kjo domethënë që fotot tilla domethënë janë përveç se foto kujtimi për njerëzit tuaj, por për cilë dhe histori. Këtë rast duhet ta falënderoj për dytje, tretje, katërti Nikol Lokën që ka bërë një monografi shumë bukur për Nuh Pepën. Kam lëll 4 vjetë rresht gjithë materialet që duheshin edhe ka dalin titulli Nuh Pepa midis Kosovës dhe Shqipërisë. Sa rëndësi pra kanë studio të tilla, pra ne prangu ndala, me të thënë drejt madje. Tani vim këtu pak këtu është prenga. Unë jam është një piktore për Bafit. Te ka Pashku, po. Këtu. Kjo është e Gjirgjit, por është bazue në një fotografi që kemi aty bashkë me gruan timin. Të jemi bashkëshortën. Djalëri. Ka qenë, mund të kemi qenë këtu rreth 33 vjeç. 33 vjeç, shumë bukur. Ndërkohë që këtu nuk mungon tani. Po, Rubiku. Rubiku atë. Kisha Rubiku. Kisha e Rubikut është epicendra e mbetur treguese kryesore e historisë së pjesës më të madhe të Mirditës. Vetëm 300 metra nga kisha është shtëpia Abat Doçit, Preng Doçit. Dhe mua ty afër është shtëpia. Shtëpia e gjyshit tim Abat Doçit edhe shtëpia e Gjeçejve. Po. Kanë qenë aty më pak se 50-60 metra afër. Pra aty mund qosh ke duket uzina, ke edhe pranë ka fotografi Preng pikturë atje, është shtëpia Prengën paraspor. Shumë e bukur. Abat Doçi jo vetëm se ka qenë lagjën tonë, por kontributi Abat Doçit nuk ndoshta dhe alfabetin që kena sot s'do kishim pa shoqërinë bashkimore pa Abat Doçi. Ne kemi qujtë rinja si më i madh i kombit. Është dhe e kanë qujtë studius të mirë që janë kështu domethënë pa glorifikime. Ty kemi një pikturë të Përvathit Mall. Po. Përvathit, tu ke Lezhën tani. Lezhë ka hershme, në fakt është mas tërmetit, po janë ndrujt disa... Pra kemi parasysh pas 78-ës, 79-ës. Pas
është ma e vonë. Me i falë. Ndërkohë atje, Aty është Kalaja Rozofatit. Kalaja Rozofatit. Pra përvathi i bën ma monumentale. E ka mburë, e ka parimte dhe ke kishën e laçit atje. 4 pikture janë përvathit këto. 3 janë të Gjershkullës. Shumë. Prang, unë të falenderoj shumë, në fakt ti, përveç se ke një bibliotekë shkëlqyer kështu, absolutisht shkëlqyer dhe një kënd punë fantastik, domethënë që unë du që ta shohin shikuesit dhe ta shohin edhe institucionet se si ndërtohen gjëra të tilla. Dhe e dyta për të thënë që ti vetëm që ke bibliotekë, po në vetvete je një enciklopedi. Pavarësisht që inteligjenca artificiale të krijon shumë mundësi për disa punë me i bë më shpejt, me i bë ashtu, po e shkruara, e lexuara, mbetën. Edhe librat nuk e imagjinoj një njeri aq më tepër kuadër, qoftë edhe i mesëm qoftë është, nëse librat profesionale për çdo gjë që i duhen mos të ketë. Se imagjinoj. Okej, Prang, të falenderoj shumë. Gjithë mirat.